Lojrat olimpike janë padyshim njëra nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë. Kosova është përfaqësuar fusha të ndryshme, është i gatshëm ta përfaqësojë Kosovën për krah mbi 200 vendeve të tjera që marrin pjesë në këtë ngjarje. Sekretari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Shasivar Haxhiaj, thot për Kosova presë po bën përgatitjet finale për këtë ngjarje dhe së shpejti do të organizohet një ceremoni e veçantë ku presidentja Vjosa Osmani do t'i dhurojë ekipit olimpik flamurin shtetëror. Komiteti Olimpik i Kosovës shumicën e punëve i ka përfunduar rreth përgatitjeve për pjesëmarrjen në lojra olimpike. Mirë po, këto ditët e fundit sa na kanë mbet, ende kemi punë për të bërë dhe ato në disa drejtime. Shumë shpejt neve do të na vije uniforma e ekipit olimpik të Kosovës, ku me datën 12 korrekt ne do të organizojmë një ceremoni për dorëzimin e uniformës të ekipit olimpik dhe po ashtu jemi duke u përgatitur që atë ditë presidenti i Republikës Kosovës në një ceremoni të veçantë t'i dhuroj flamurin e shtetit Kosovës, ekipit olimpik ose bartësit i cili do të jetë bartës i flamurit të Republikës Kosovës në lojrat olimpike dhe krahas kësaj sportistët tanë, pothuajse të gjithë sportistët që do të marrin pjesë në lojrat olimpike janë duke i vazhduar përgatitjet e tyre në kampet ku ata i kanë menduar në këtë fazë të përgatitjes. Haxhiaj thotë se tashmë sportistët janë duke marrë edhe dozën e dytë të vaksinës kundër COVID-19, ashtu siç ishte kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe se kjo është bërë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të Kosovës. Po ashtu ne si Komiteti Olimpik i Kosovës së bashku me institucionet përgjegjëse në Kosovë i kemi vaksinuar ekipin olimpik të Kosovës fazën e parë dhe tash jemi në përfundim edhe të fazës së dytë. Ky ka qenë një obligim edhe yni, po edhe obligim edhe institucionet të Kosovës, obligim cilin na ka vu Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe për këtë unë po dua me shfrytëzuar rastin që me i falenderu institucionet qoftë Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet tjera përgjegjëse, cilat janë përgjigjur me kërkesës së Komitetit Olimpik të Kosovës për vaksinimin e gjithë sportistëve dhe ekipit olimpik të Kosovës. Në lojrat olimpike Tokyo 2020, Kosova si asnjëherë më parë do të përfaqësohet nga 11 sportistë dhe Haxhiaj shpreh i bindur se ata nuk do të kthehen pa medalje nga atje, derisa kërkon nga sportistët që të bëjnë një përfaqësim sa më dinjitos të Kosovës. Ne përveç 5 normave që thami kemi në judo, kemi edhe një në mundje që konsiderojmë që edhe përgatitjet tek Egzon Shala janë duke shkuar jashtëzakonisht mirë, urojmë që edhe ai ta ketë një performancë sa më të mirë të mundshme në lojrat olimpike, po ashtu edhe sportistët tjerë të gjithë pothuajse janë në përgatitje dhe këto ditë tjera do të jenë në përgatitje. Ne kërkojmë prej tyre që përfaqësimin ta bëjnë sa më dinjitos për Republikën e Kosovës, sjellat të jetë në nivelin sa më të mirë të mundshëm dhe të mundohen nga vetja ta dhënë maksimumin. Ne shkojmë me bindjen se nuk do të kthehemi pa medalje dhe urojmë që sportistët tonë të fitojnë ndonjë medalje. Sa do të jetë numri i tyre nuk është e imja për ta thënë sepse as nuk e di dhe nuk duhet të predikoj, mirë po edhe kjo nuk duhet të tingëlloj si lloj presioni tek sportistët se ne me çdo kusht presim medalje. Në rast se një sportist arrin të fitojë medaljen e artë atje, shpërblimi që e pret në Kosovë është 100.000 euro. Çdo kund botë shpenzimet për me arrit një medalje olimpike janë jashtëzakonisht të mëdha. Ndoshta Kosova bën shpenzime mas paku në krejt rrezullin toksor. Arsyet janë të shumta sepse edhe kushtet tona si Kosovë nuk janë nivelit shumë të lartë, ashtu siç do dëshironim ne si komunitet i sportit që sportistët tonë të kenë kushtet më të mira. Mirë po me kapacitetet që i ka Kosova, realisht institucionet e Kosovës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, do të thoya në përgatitjen e këtyre sportistëve që ata të arrijnë nivelin më të mirë të mundshëm dhe normal këto përgatitje duan edhe kosto, duan edhe shpenzime. Ta zëm një medalje olimpike, nëse fiton një medalje artë olimpike, shteti i Kosovës jep 100.000 euro neto për atë sportist dhe gjysmën e saj për trajnerin. Realisht ka ndodhur edhe kur
Melinda Kelmendi ka fituar medaljen e artë në Rio. Dhe krahas kësaj janë edhe shpërblimet për medaljet e fituara në kampionatin botëror dhe kampionatin evropian. Të gjitha këto për institucioneve respektohen, po ashtu edhe infrastruktura është e kushtueshme. Në fund, sekretari i Kokut bën të ditur se sportistët të cilët fitojnë medaljet në lojrat olimpike nuk marrin shpërblime monetare nga organizatorët e kësaj ngjarje, ashtu siç mund të mendohet. Por kjo bëhet pastaj nga shtetet përkatëse, varësisht se si kanë rregullat dhe ligjet e tyre. Jo, nuk ka shpërblim monetar medalja që fituat atje, mirë po zakonisht secili shtet e ka në mënyrë të rregulluar qoftë me akte ligjore ose nën ligjore, mënyrën e shpërblimeve. Shumë shtete të botës fare nuk i shpërblejnë për medaljet e fituara, mirë po Kosova është si rast i rrallë dhe mund të më thonë që dikon në nivel botëror është në ranglistë e shtata me shpërblimet më të mira që i bën për sportistët e vet elitar. Dhe kjo normal që është për të duar trokitur për institucionet e Kosovës për mbështetjen që i dhanë sportit Kosovës. Ndryshe, lojrat olimpike Tokyo 2020 do të zhvillohen nga 23 korriku deri më 8 gusht 2021.